Lala, ti si e pe këtë fjalim të gjatë të Zotit Rama dhe pastaj, bam, qeveria që dushoj. Tani, Zotit Rama i ka rënë narrativa që s'pakun e kryova unë, ju dha shpatën aty, do dasin majtë e zjatës, por nuk ka rëndësi çfarë thotë, po them si e perceptoj unë dhe si e mendoj unë. E para, e dyta, Rasti Balluku patjetër që e ka vënë vështirësi edhe Zoti Rama e ka mbrojtur deri tani zonin Balluku për të mbrojtur veten e vet, por çfarë shikoj në këtë pikë është që zvarritja që ka bërë Edi Rama në këtë periudhë, pra me gjitha ato makinacione duke vajtur në gjykatë kushtetuese për pezullimin e zonjës Balluku, duke u përplasur me prokurorët, duke u përplasur me ndërkombëtarët e tjerë me radhë, tregon që diçka fshihet dhe që Zoti Rama ndihet në vështirësi. Tani Zoti Nazarko flet thot për shembull që Zoti Rama preku historinë çështjet e paraburgimit ose masave të sigurisë. Po me çfarë morali del Zoti Rama përpara shqiptarëve, kur në qeverinë Rama 1, kryefjala e të gjithëve ishte burg. Kanë shkuar në Shqipëri në burg ata cilët kishin drita papaguar. Kanë shkuar ata që kishin avli të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. Thelbi i fjalimit. Po më thelb fjalimi se sa ky Zoti Rakipi ose mos flasim e mbyllim fjalinë edhe kaq. Pra Zoti Rama është përpara unë të thresë. Me mua gjithmonë për të thënë atë që ti mendon. Atëherë. Por brenda temës që kemi. Po pra po, cila është tema? A foli për paraburgimin Zoti Rama? Po sepse do t'i bëjmë një nga një... U kujtua për paraburgimin pas 13-14 pas kësaj kam paraburgimin me sinkron. Dakor. Tani ti do të marrë suflerun të më thuash. Jo, Klodi. Po më mirë t'i le me radhë temat. Po me radhë temat dhe thash 5 fjallit sa thash se cilit. Por në thelbë kryeministri Rama synoi të prezantoj sot disa nisma ligjore, ose më mirë themi prezantoj disa nisma ligjore preç, të cilat do të ndikojnë te drejtësia. Sot Rama është përpjekur të argumentoj çfarë nuk shkon me drejtësinë. Ne do të ndalemi në disa pika për të kuptuar më qartë se çfarë tha Rama. Ose për të duke u përpjekur të shpjegojmë ne, unë ju kam ftuar ju që të shpjegojmë se çfarë na tha Rama me këto pika. Së pari Rama flet për paraburgimin. Mbajtjen e njerëzve në paraburgim pa akuzë. Ja le të ndjekim sinkronin. Sinkroni 1. Për 58% të njerëzve që sot janë në përburgje dhe që nuk ju është bërë gjyqi. Më vjen turp, pasi lexoj raportin alarmant të Këshillit të Europës për nivelin skandalos të paraburgimeve, të burgosurve pa gjyq në Shqipëri, dhe nga ana tjetër këshillat në fjalë nuk bëjnë asgjë për ta trajtuar atë raport me seriozitetin maksimal dhe për ta shtruar këtë problem minimalisht me të njëjtin alarm që e shtrojnë disa të huaj atje në Strasburg. Kur grupi ynë i punës që po punon me ekspertët e Ministrive të Drejtësisë të Italisë dhe të Francës për reflektimin mbi procedurat tona penale, vurin tavolin një pikë të caktuar për diskutim, profesoresha e njohur që është në anën e palës franceze tha diçka që unë duhet ta ndaj publikisht me ju këtu. E kam ndarë me disa për jush. Me sa kam lexuar dhe mësuar deri tani tha, ju në Shqipëri nuk niseni nga liria kur mendoni për drejtësinë, por niseni nga heqja e lirisë. Dhe ky është një problem shumë i madh që shkon përtej kodave dhe ligjeve të shkruara. Ky shqetësim që ngre Edi Rama është i vërtetë apo kryeministri bën propagandë? I vërtetë. Jo, s'to flas ti, do flas Klodi se u revoltuam shumë. Jo, nuk u revoltova. Problemi është që Zoti Rama u kujtua sot të flas për paraburgimin dhe për masat e sigurisë, ndërkohë nëse ju kujtohet në 2013, në 2014, në 2015, ne kemi pasur njerëz që janë vetë vrarë në burgje dhe mbaheshin aty për shkak se nuk paguanin dritat, pra kishin bërë lidhje të paligjshme të energjisë. A është krim lidhja e paligjshme e energjisë? Patjetër. A duhet të shkonin në masën e sigurisë arrest me burg? Në këndvështrimin tim jo. Kemi patur njerëz që janë kriminalizuar dhe kanë njollë në jetën e tyre faktin që kanë drejtuar mjetin në mënyrë të paligjshme dhe që janë mbajtur për një kohë të gjatë në paraburgim. Edhe sot vazhdon e njëjta praktikë. Arrestohen protestues të gjitha forcave, nuk ka rëndësi, njerë proteston Berisha, pastaj Lapaj, nuk ka rëndësi fare. Arrestohen protestues. Vetëm në momentin që Zotit Rama i shkoi arrestit e dera e shtëpisë, pra u kërkua arresti Ballukut, u arrestua Erion Velia e tjerë ratë, veprojnë këtë mënyrë, s'u arrestua më herë dhe Ilir Meta, por nuk e ngriti këtë shqetësim. Po pra këtë do them, një minutë tani. Pra është e gjitha propagandë për të thënë që... Po tani Ramën e kemi jo prift.
Ta mbaroj fjalin. Dhe kryeministër. Po, ama është edhe njeriu që bën ndryshime ligjore. Pra do të thotë, për interesat e veta do bëjnë ndryshime ligjore. E protestove fort të ta dash. Jo, nuk protestova, thjesht tash ato çfarë unë mendoj që duhet ta them. Unë mendoj që zoti Rama nuk e ka shumë të lehtë të bëjë ndryshime të thella që mund të prekin disa institucione. Patjetër që mund të bëjë rregullime, mund të bëjë riparime të ligjeve, por do të jetë në një presion të fortë ndërkombëtar. Kështu e shoh. Ata tona kanë mbajtur një gjyqtare që kishte 2 fëmijë të smur dhe askush nuk e ka ngritur zërin. Ka qëndruar në burg me 2 fëmijë të pa apo tjera me radhë. Dhe ndërkohë bëhet pra ne të shikojmë disa si të privilegjuar. Jo, ligji është i barabartë për gjithë. Në këtë aspekt e kisha. Këtë herë zoti Rama ka prekur thelbin sepse ne jemi marrë gjatë gjithë kohës me Spakun, ku në fakt drejtësi nuk e bën Spaku. Spaku prokurorët ngrenë akuzë penale, por e bën gjykata. Dhe unë për herë të parë kam parë zotin Rama të flas për gjyqtarët e posaçëm, se kryesisht aty është ndalur për sa kohë që çështjet që kanë të bëjnë me zyrtarët e lartë janë gjykatën e posaçme. Por në gjithë këto vite, pra që nga krijimi i gjykatës posaçme, sepse gjykata e posaçme dhe Spaku janë krijuar në të njëjtën kohë, pra që nga dhjetori 2019-s, unë nuk e kam dëgjuar zotin Rama të artikuloj apo të shënjestroj një gjyqtar të posaçëm. Por është marrë gjatë gjithë kohës me Spaku, ndërkohë që Çekiçin aty e godet gjyqtari, nuk e godet prokurori. Pra nëse ka gjykatën të pavarur, sado që të përpiqet prokurori, kërkesat i rrëzohen dhe i kthehen mbrapsht. Pra nëse është një hetim i dobët bushat, po prap gjyqtari e ka në dorë për ta... Po flas në një sistem se si duhet funksionoj. Dakord, pra, po funksionon kështu. Pra do të thotë që zoti Rama për herë të parë po flet për thelbin. Dhe patjetër, si kryeministër dhe si kryetari i forcës më të madhe qeverisëse, pra se është mazhorancë, patjetër që ka të drejtë të bëjë politika penale. Por arsyet se i bën, pastaj janë dyshimta. Arsyet se i bën janë dyshimta. Se kështu intereson me? A i shkëtar qeverie dhe është në punë të vetë dhe këtë punë po bënë. Ne prandaj jemi aty zotë. Po ta bënde më përpara e bënde kur u dënua Ervil Sarjani. Sarjanit ja futi... Po, dhe qëndroj se me qënë se shkove të Sarjani. Ta ka dërguar dhe ty Ylli Bodinaku që e ka mikë të ngusht Ilir Metën. Edhe thot preci nuk e lexoj ti thot. Edhe pse e kaluan pjesën e parë të burgimit, thot i prec, nuk e lexoj thot, kur arrestua Meta, sikur të ishte një terrorist dhe jo një president dhe porin para burgim. Ku ishte tani Edi Rama për këtë thot? Me qënë se po për para burgimin, zoti Bodinaku. E tham, dhe zoti pres për këtë arsye nuk e lexoj. Po ti këtë drejtë, se e ka mikë të ngushta. Është arrestuar mikë të ngushta. Atëherë, të lutem, më kujtoj një rast shumë interesant. Të lutem, zoti Rakipi, jo, se këto mesazhet se i kisha harruar. Se ta dërgoj dhe ty dhe mua. Po më unë e thash para ti. Ti e the para me, po pa emrin e... Zoti Rakipi, në një rast tot, Ylli është hero. Kur u arrestuan burrë dhe grua me 4 kalamaj, pas fushatës që kishte të bënte me energjinë elektrike, dhe një rast në ndërtim pa leje, gjyqtarët në atë kohë Edi Rama i ka linquar me emër mbi emër bashkë me ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Dakord? Vetëm tani, se ky është debati që po bëja unë me ty që parë. Jo, s'është debati. Ne pranojmë, ne po themi të gjithë gjë. Mos u ktheni prapë pasaj. Kemi thënë të gjithë gjë. Jo, mos fol më te. Jo, se nuk tani duhet të bëhet. Jo, e prita mirë. Jam shumë dakord të bëhet. Me që pas ka ndodhur përpara, duhet të vazhdoj të ndodhë. Nuk duhet të ndodhë tani moj, dhe këta të njerëzit e thjeshtë. Edhe ta që e merr për lopën, për vjedhje lope, për vjedhje kështu grazhdi. Por e mbani mend atë të moshuar, atë plakën që e morën për kasollen. Tani Rama thot që ankohet dhe për administratën, marrjen e pyetje ose marrjen të panderur të zyrtarëve të administratës, kryeministri thot që këta janë të friksuar. Duke se kanë zgjidhur gjithë këto shqetësimet e kryeministit për drejtsinë është ndryrja që Rama thot se po bën spak në pushtetin ekzekutiv. Edhe për këtë pyetjen që thamë përpara, si ju e merrni tani, se dhe administratën është trembur shumë administrata thot. Dhe kjo është e vërtetë. Blen dot letër higjienike tha. Jo, nuk blen vërtet. Po. Tani ja të ndjekim sinkronin në ndryrjen në pushtetin ekzekutiv, sinkronin 4 lutem urgjent. Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit nga një prokuror dhe gjykatës me vendim të një seance paraprake pa gjyq i pandodhur në historinë e botës. Çfarë është përveç se ndërhyrje gjymtuese në territorin e pushtetit legjislativ, përpjekja e një shoqate përfaqësuesish të gjyqësorit për të rritur pagat e veta me gjyq, që kur në historinë e republikave me 3 pushtete, pushteti gjyqësor llogarit paga dhe përcakton politikat e pagave apo të taksave të një vendi.
Çfarë është rasti më i fundit? Përveç se ndërhyrje në territorin e pushtetit legjislativ, vendimi i gjykatës kushtetuese për se si parlamenti ka vendosur të ndaj komisionet parlamentare. Hapu dhe, i thonë kësaj.